Në vazhdën e koncerteve që organizon Shkolla Muzikës në Gjakov, u shfaq një koncert me pjesë të muzikës ngritur në interpretimin e nxënësve të shkollës së mesme në drejtimin e dirigjentit Hajrullah Syla. Vazhdën e koncerteve të cilit i kemi pasur, domethënë edhe duke bazuar në kalendarin vjetor të punës, është planifikuar që në pjesën e dytë të muajit prill të mbahen një turne koncertesh që sonte fillojnë në qytetin e Gjakovës, ku nesër mbrëmja do të vazhdon me Pejen, pastaj do të jemi edhe në Prizren dhe natën përmbyllëse do ta bëjmë të shtunën në Prishtinë në Fakultetin e Edukimit Amfiteatrin e Madh. Dirigjenti është Hajrullah Syla, profesor i cili dua të falenderoj për punën dhe për kushtimin e tij të jashtëzakonshëm, po ashtu dua të falenderoj edhe nxënësit dhe prindërit të cilët janë angazhuar për këtë koncert. Interpretimi virtuozëve të rinj u prit mirë nga publiku prezent, ndërsa vetë artistët tanë se po ndjehen mirë që po kanë mundësi të interpretojnë jo vetëm në Gjakov, por edhe qytete të tjera. Koncerti ishte i mrekullueshëm, edhe publiku i kënaqur me ne. Normal që patëm emocione si çdo koncert, si çdo paraqitje, po ashtu është me rëndësi të cekat se kemi turne edhe jashtë, domethënë jashtë Gjakovës, në qytete të tjera dhe shpresoj që do t'ja dalim vonë. Në këtë koncert u interpretuan pjesë nga kompozitorët Kuperin, Vivaldi, Mozart, Bartok, Dvorak e Dimitrescu.